Në një kohë ku banaliteti është bërë vlerë e vlerësimit publik, ku intrigat e vogla të personazheve për klikime dhe etja tyre me kunja e mbushin këtë bëshllëkun e përmbajtjes, çdo gest i ndershëm, çdo fjalë me peshë, por edhe çdo veprim që buron nga përgjegjësia sociale që unë e them në çdo video, nga ajo përgjegjësia e vërtet qytetare, duhet të mos kalojë në heshtje, sepse në zhurmën e rrjeteve sociale shpesh zërat e urtësisë humbasin, ndërsa duartrokitjet për fat të keq shkojnë tek ata që bëjnë zullume, që bëjnë dallavere edhe që nuk bëjnë asgjë ndryshe. Prandaj, në këtë terrin e showbizit, në të gjithë këtë vorbullën, veprimet e një figure publike që më ka pëlqyer përgjatë një rrugtimi që ai nuk e ka kaluar por e ka përjetuar, që zgjidh dinjitetin mbi sensacionin, që zgjidh të jetë i përulur mbi vetë lavdërimin, meriton një vetëm një zë, meriton një vetëm një ngojt miletit, një video, por meriton edhe që të shpërndahet si zë edhe të duartrokitet për veprimet që ai bën në këtë hapësirën tonë publike. Të gjithë këtë parantezë e kam për një personazh që besoj njihni, për DJ Jimbon, DJ-n e gjestit, i cili është edhe miku i tij. Më ka bërë shumë përshtypje intervista që ai kishte në kanape ku foli për gjestin, për tragjedin edhe për Big Brotherin. Nëse jam i saktë në memorien time, DJ Jimbo vetëm një herë ka dalë në ekran për të folur për gjestin dhe ka qenë në fan klubin e Shqipërisë ku ende u luante ajo loja e forte e gjestit me banorët e tjerë dhe ka dhënë aty qëndrimit e tij se si e shikonte lojën. Por ajo që dua të theksoj dhe e shikoj si një peshë të mirë edhe një virtyt që përçon në sytë e publiku se çfarë është miku i vërtet, se çfarë është miku kur është pranë teje në situata të vështira, jo vetëm financiare, por edhe në tragjedi, siç pllakosi familjen e gjestit me humbjen e jetës së vllait të tij, një djalë i ri, 15 vjeç u nda padrejtisht nga jeta. E kam thënë asë kohë që mos së shumti u vajtua për së qalli gjesti dhe mënyra dhe qasja që DJ Jimbo kishte në këtë intervistën në kanape më pëlqeu, pasi shkurtimisht tregoi edhe për herë të parë gjendjen emocionale të gjestit dhe të familjes pas tragjedisë që ndodhi në muajin shtator. Në ditët e fundit të muajit, ai u shpreh që gjesti është mirë, është pranë familjes, padyshim dhimbja nuk kalon aq lehtë. Padyshim që do të marri kohën e tij për të mësuar në këtë realitet ku një pjesë e shpirtit është vrarë. E nga ana tjetër më pëlqeu që nuk e përdori për zhurmë, kur nuk e ka përdorur për zhurmën e tij, kur nuk e ka përdorur për interesa. Dhe kjo një herë tjetër tregon që miqësia e vërtet në showbiz ekziston, miqësia e vërtet midis një personazhi fenomen si gjesti edhe një figure publike si DJ Jimbo që do të kishte shumë raste ku ta shfrytëzonte apo për të përfituar, ai ka qëndruar në heshtje kur gjesti ka heshtur, ai ka folur edhe kur në ato raste dhe gjesti ka folur, por më pëlqeu gjithë qasja e tij, kjo nga ana tjetër tregon atë miqësinë e vërtet që disa emra fatkeqësisht e kanë përdorur të gjithë formatin e Big Brotherit të dyje ku gjesti ishte për të hedhur vrerë, për të treguar sipas tyre anën më të keqe apo për të njollosur emrin e tij e DJ Jimbo, ku e ka pasur të gjithë mundësinë, jo vetëm në këtë intervistën që kishte, por edhe përgjatë këtij viti të një rrugtimi shumë të gjatë që gjesti kishte në të dyja Big Brothers për të folur dhe për të treguar se kush është miku i tij, por ka zgjedhur të heshtë dhe ka zgjedhur që ta mbështesë në heshtje dhe pa bërë shumë zhurmë, dhe për mua është një veprim që tregon më shumë për personalitetin, për figurën dhe për miqësinë e tyre të pastër që her pas here kur je pjesë e Big Brotherit, gjithçka vendoset në tavolinë, si aspekti familjar, aspekti jot shoqëror, aspekti karrierës tënde dhe gjithçka komentohet, njolloset dhe keq përdoret nga të tjerë. Dhe ky është një shembull i mirë se si një shoqëri e pastër ai u shpreh DJ Jimbo që ka pasur edhe persona që kanë dashur
të hedhin vrerë, kanë dashur të aprishin këtë raport, po ja ku janë sot. Një tjetër detaj që më pëlqeu, që jep edhe një mesazh, është xhaketa që ai kishte veshur, të njëjtën e ka veshur dhe gjesti gjatë një interviste të muajve më parë që kishte për goca dhe gra, një element dhe një mesazh i bukur që tregon jo vetëm një fisnikëri dhe jo vetëm një miqësi të pastër, por tregon vlera njerëzore, vlera humane dhe mbështetje në një kohë ku tragjedia e ka pllakosur atë familje, sa i takon të gjithë viralitetit dhe asaj që unë thash, vajtimit për së gjalli që i bën Gjestit në funeralin ku prekën dhe akt mortin e 15 vjeçarit, ajo shpreh vetëm me një fjalë që do t'ju akthej në gëzime të gjithë atyre që nderuan në ceremoninë martore, por edhe ata që nuk ishin me postime apo edhe të gjithë ata që shprehen ngushëllime, e mbylli aty kapitullin që në sy të publikut ka një lloj interesi për të mësuar se si është Gjesi, edhe pse shpeshherë nuk kam thënë se nuk ke se çfarë të mësosh nga një situatë ku të humbet vllai tragjikisht në një aksident, ku të humbet një i ri 15 vjeçar, ku të humbet një pjesë e shpirtit dhe përveç se dhimbjes, përveç se rrënimit, po më pëlqeu që DJ Jimbo tregoi që është mirë, është pranë familjes, po i kalojnë këto kohë bashkë me njëri tjetrin. Sa i përket rikthimit, besoj që të gjithë ata që janë mbështetës, por edhe që e duan Gjestin si artist, duhet presin gjatë. Është një dhimbje që nuk kalon lehtë, është një dhimbje që do të ketë atë kohën për shërimin e saj, por në këtë gojtmi leti doja dhe solla shembullin e mirë të një miqësie që realisht tregon se kush është Gjesti, kush është edhe miqësia e tij, shoqëria. Kjo për të hedhur poshtë edhe ato njerëzit që dolën këto muaj, këto vit lart e poshtë vërdall duke thënë unë e njoh kështu unë e njoh ashtu jo më ka këtë, jo më ka atë. Kjo është miqësia e vërtet. Hesht dhe të mbështet. Kjo është miqësia e vërtet. Hesht edhe nuk të lëndon. Kjo është miqësia e vërtet. Hesht dhe është aty kur ti ke nevojë, bëhet shpatull në ditët e tua më të këqija, bëhet shpatull në ditët ku ti ke nevojë për ndihmë. E ky raport është një shembull që duhet t'i jepet më shumë zë, është një shembull se si duhet të qarkulloj edhe në këtë showbizin tonë që është i etur për banalitete, për drama edhe për gjëra që nuk kanë shumë peshë edhe nuk kanë shumë thelb, por që shesin edhe krijohet një lloj fast foodi pashëndetshëm, jo vetëm për personazhet publike, por edhe për audiencën që bie pre dhe manipulohet me këtë lloj drame dhe mbajnë të përthyer me një lloj ankthi të panevojshëm. Ndaj për mua DJ Jimbo nuk meriton vetëm duar tërkitje, por meriton edhe të jepet më shumë zë, të jetë më i pranishëm, të sjellë këtë shembullin e mirë, jo vetëm fisnik të një miku, por edhe të një personazhi që është me këmbë në tokë dhe nuk fluturon siç fluturuan disa. Do doja të dija mendimin tuaj për këtë situatë që për mua është thelbësore dhe që tregon vlerat qytetare, jo vetëm të shqiptarëve, por të njeriut në thelb, të asaj që duhet të jemi në raport me tjetrin dhe në raport me ekranin, duke mos harruar që t'i bëni subscribe dhe kanalit ton Koha Jo në YouTube.